Kemi një tjetër komunikim nga kolegja Bleona Prengëzaj. Po Bleona, përshëndetje. Eliana, të përshëndes, ndodhem në shkollën 9 vjeçare e Qazim Turdiu në Don Bosco. Aktualisht, siç e theksova, ndodhemi në qendrën e votimit 1963 dhe nga pamjet siç mund shikohet ka një numër të konsiderueshëm të votuesve, ndonse duhet thënë që në këtë qendër votimi i gjithë procesi i votimit ka shkuar qetë deri në këto momente dhe nuk është shoqëruar me asnjë incident, që prej orës 7 në këtë qendër votimi ka nisur procesi i votimit ku qytetarët janë paraqitur dhe vazhdojnë të paraqiten deri në këto momente për të votuar për kuvendin e ri, ndërkohë procesi po vijon normalisht pa probleme ashtu siç e theksova dhe pritet të vijojë deri në orën 19 ku do të mbyllet, cila është ora e cila do të mbyllet edhe votimi. Pas kësaj ore, në fakt mund të bëhet përjashtim për vetëm personat që ndodhen në qendrat e votimit, të cilët edhe do të kenë shansin të votojnë, ndërkohë po në orën 19 mbyllet edhe procesi i mbërritjes së zarfave me votat e emigrantëve në vend. Deri në këto momente pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 majit në rang në të gjithë Shqipërinë është 26%, ndërkohë në këtë qendër votimi, ashtu siç e theksova, vijojnë ende që qytetarët të vinë dhe të kenë mundësinë të votojnë. Në fakt e thash dhe më parë që në këtë qendër votimi procesi është shoqëruar pa probleme dhe pa incidente, ndonse nuk ka ndodhur kështu në qendrat e votimit në vende të ndryshme, në qarqe të ndryshme të vendit, ndërsa qytetarët votojnë ditën e sotme SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe forcat policore kanë zbarkuar në terren për të siguruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe për parandalimin e krimeve zgjedhore. Prokurorët e SPAK janë në çdo qark të vendit dhe kryesisht në zonat që konsiderohen si më të nxehta, si Fieri, Elbasani, Shkodra dhe Lezhë, ndërkohë edhe policia e shtetit ka angazhuar mbi 5000 punonjës në terren për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë gjithë ditës gjatë procesit zgjedhor. Gjatë votimit, në rast se komisionet e qendrave të votimit, koordinatorët, KZAZ-t apo dhe KQZ-ja do të kenë kërkesa për ndërhyrjen e policisë për zbatimin e kodit zgjedhor, policia ka lënë pikat e kontrollit me punonjës të gatshëm për të ndërhyrë në çdo KZAZ apo në çdo qendër votimi ku do të ketë probleme. Në orën 18 shërbimet e policisë do të marrin në ruajtje të gjitha objektet ku do të bëhet numërimi i votave, ndërkohë edhe nga ana e prokurisë së posaçme, prokurorët janë në terren në 12 qarqet e vendit. Në fakt ne kemi cituar dhe më parë që prokurorët janë ndarë sipas task force-s të bërë publike më 29 janar të këtij viti. Përkatësisht në qarkun e Tiranës janë të angazhuar prokurorët Adnan Xholi, Klodian Brau, Altin Dumani, në Gjirokastër Arben Kraja, në Elbasan është prokurori Olz Dado, Shkodër Dritan Prençi, Kukës është prokuroria Anita Jella, në Berat është prokurori Behar Dibra, në Durrës Ervin Kondili, në Fier kemi 2 prokurorë, përkatësisht Doloreza Musabelliu dhe Sotir Klapi, në Dibër kemi prokurorin Ervin Gokaj, në Korçë Vladimir Mara dhe në Florë kemi 3 prokuror, Elida Kaçkini, Bledar Maksuti dhe Manjola Kajana. Në fakt puna e prokurisë së posaçme lidhur me parandalimin e krimeve zgjedhore vijon që në fillimin e fushatës elektorale dhe pritet të përfundojë disa ditë pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe pas shpalljes së rezultateve, ndërkohë dhe një natë më parë në fakt në vende të ndryshme, në qarqe të ndryshme të vendit kanë filluar incidentet e para. Ndërkohë kemi pasur ditën e sotme dhe të arrestuar përkatësisht në Rëshen, por edhe kemi patur të shoqëruar persona të cilët nuk ju kanë bindur urdhrit për të mos publikuar fletën e votimit, ndërkohë për sa i përket të qendrës së votimit ku ne ndodhemi aktualisht nuk ka patur incidente të tilla. Për sa i përket votimit nga kryeprokurori i prokurisë së posaçme Altin Dumani, ky i fundit ka votuar ditën e sotme, ndërkohë shprehur që do të ketë një përrëndësim për mediat pas ditës së zgjedhjeve. Bleona, të falenderoj, do të mbetemi në kontakt.